Dje në ora 10:35 minuta, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria një 51 vjeçar nga fshati Poroj i Tetovës. Ai kërkohej me urdhëresë gjyqësore për vuajtje të dënimit me burg për vepër penale të kryer sipas nenit 284A të Kodit Penal. Personi është dërguar në institucionin ndëshkues përmirësues Burgu i Tetovës për vuajtjen e dënimit. Dje në ora 11:30 minuta në sektorin për punë të brendshme Tetov është denoncuar se më datë 15 qershor rreth orës 16:30 minuta para hyrjes së kishës Shën Atanasie në fshatin Bërvenis të Tetovës është vjedhur një ark me para, po merren masa për gjetjen e autorit dhe për zbardhjen e plotë të rastit. Dje në ora 17 në departamentin për punë të brendshme Gostivar, një 43 vjeçar nga Gostivari ka denoncuar se një person nga fshati Negotin e Gostivarit ka drejtuar kërcënime përmes telefonit. Sipas denoncimit, ai edhe më parë ka shkuar në vendin e tij të punës në zyrën e tij në komunën e Gostivarit dhe i ka drejtuar kërcënime për shkak të masave të ndërmarra, më parë lidhur me detyrat e tij zyrtare në komunë, përkatësisht për shkak të një procedure të iniciuar më parë për mbindërtim pa leje të një objekti, e cila ishte denoncuar nga fqinjt, po merren masa për zbardhjen e rastit. Dje në ora 14:20 minuta në departamentin për punë të brendshme Gostivar, një 53 vjeçar nga fshati Çegrani Gostivarit ka denoncuar se në një rrjet social janë publikuar fotografi të djalit të tij të mitur me tekste me kërcënime për jetën dhe sigurinë e familjes së tij. Është njoftuar prokurori publik dhe po merren masa për zbardhjen e rastit.